5 rregulla për të rindërtuar një jetë të thyer. 1. Prano realitetin, pa justifikime, pa fajsime. Ka një moment në jetë kur nuk mund të gënjesh më veten. Kur ndalon së fajsuari të tjerët. Kur ndalon së kërkuari arsyetime. Kur kupton që liria e vërtet nuk vjen nga kontrolli i botës, por nga marrja e përgjegjësisë për veten. Po, ke kaluar dhimbje. Po, të kanë tradhtuar, lënë në balë, përdorur. Por ti nuk je viktim përjetësisht, viktima pushon së qenuri viktim atë çast që vendos të mos jetoj më në errësirë. Ndryshimi fillon kur thua, mjaft. Nga ky moment, unë e marr jetën time në dorë. 2. Ngritu çdo ditë si një luftëtar. Jo çdo ditë do jetë e ndritshme. Do të kesh net pa gjumë, mëngjese pa shpresë, zëra në mendje që të thonë se nuk ja vlen, por luftëtari nuk dëgjon zërat e frikës. Luftëtari vepron, kur nuk ke motivim, mbështetu te disiplina, kur nuk ke fuqi, mbështetu te qëllimi, mos prit të ndihesh mirë për të vepruar, vepro që të ndihesh mirë, të ndërtosh një jetë të re, kërkon përpjekje të përditshme, kërkon guxim, kërkon djers. Por mbi të gjitha, kërkon të ngrihesh sa herë që bota të rrëzon. 3. Largo gjithçka që të thyen më shumë. Shpesh, ajo që na dëmton nuk është fatkeqësia, por zgjedhja për të qëndruar në vende që na dëmtojnë, njerëz që të zbehin, jo që të ndriçojnë. Ambient që të mbyt, jo që të frymëzon. Zakone që të konsumojnë, jo që të rrisin. Rindërtimi i jetës të lejon të mbash me vete peshën e vjetër. Ndonjëherë, më i guximshmi nuk është ai që lufton, por ai që largon, heq dorë, mbyll derën, thot jo më. Mos ki frikë të jesh vetëm për pak kohë. Sepse vetëm kur jemi vetëm, dëgjojmë zërin ton të vërtet. 4. Fillo me një fitore të vogël. Çdo ditë, shumë njerëz dështojnë jo nga mungesa e ëndrave, por nga pritshmëritë e mëdha dhe veprimet e pakta. Nuk ndërton një jetë të re për një natë, por çdo mëngjes është një mundësi. Çdo hap është një mur që ngrihet, bëj shtratin tënd. Puno me veten. Lexo një faqe. Shkruaj një mendim. Bëj një stërvitje të vogël, mos e nënvlerëso fuqinë e fitores së vogël. Sepse fitoret e vogla e ndërtojnë fuqinë e madhe. 5. Mbaje mend, ti nuk je e kaluara jote, ato që ke kaluar nuk janë kush je. Ato janë vetëm kapituj, jo titulli i librit tënd. Ti je më shumë se dhimbja jote. Më shumë se gabimet e tua. Më shumë se dështimet që të kanë shënuar, ato janë plagë. Por çdo plagë që shërohet bëhet forcë. Ti nuk je i thyer, je në ndërtim, nuk je fundi, je fillimi i ri, nuk je rënje, je ngritje, dhe bota pret që të ngrihesh. Sepse dikush po të sheh si shembull, dhe nëse s'ke askën tjetër që të beson, atëherë bëhu ti ai që beson te vetja. Sillu sikur nuk ke asgjë për të humbur, udhëzues për të jetuar me guxim dhe liri të plot, burgosja e padukshme. Shumica prej nesh nuk jetojnë jetën që duan, por atë që u lejohet, atë që shoqëria u sugjeron, atë që i friksohen ta humbin. E gjithë kjo për shkak të një fjale që ka vrarë më shumë ëndra se sa dështimi. Frika nga humbja. Frika nga gjykimi. Frika nga refuzimi. Frika nga ndryshimi. Por çfarë ndodh nëse zgjedh të jetosh sikur nuk ke më frikë, sikur nuk ke asgjë për të humbur? Në atë moment, ti bëhesh i pandalshëm. 1. Zgjohu në gojë iluzioni i sigurisë. Një nga mashtrimet më të mëdha të jetës moderne është iluzioni se jemi të sigurt. Një punë e mirë, një marrëdhënie e qëndrueshme, një jetë normale. Por në të vërtetë, gjithçka është e përkohshme. Asgjë nuk të takon për gjithmonë. Çdo gjë që ke mund të zhduket nesër, pozita, paraja, lidhjet. Kur e pranon këtë, fillon ta vlerësosh të tashmen. Fillon të jetosh më thellë. Fillon të ndërmarrësh rreziqe, sepse kuptove që gjithçka është në çdo rast e përkohshme. 2. Liria çërlin në guximi. Kur sillesh sikur nuk ke asgjë për të humbur, i shpreh ndjenjat pa vonesë, nuk bëhesh viktimë e manipulimit, vendos kufi të shëndetshëm, provon ide të reja, humb frikën nga çfarë do thonë të tjerët. Ky nuk është rebelizëm. Është liri shpirtërore. 3. Rasti i një burri që hoqi dorë në gojë gjithçka.
një burr i ri punonte në një zyrë çdo ditë nga ora 8:00 deri në 17:00. Kishte një pagë të mirë, një apartament në qendër dhe prindër krenar. Por çdo ditë zgjonte me një zbrazë të tij. Një ditë vendosi të linte gjithçka dhe të udhëtonte për të realizuar ëndrrën e tij si fotograf. Familja u zhgënjye. Miqt u larguan. Por ai, për herë të parë në jetë, filloi të ndjejë se po jetonte. Sot, ai nuk ka makinë luksoze. Por ka jetuar në 5 kontinente, ka bërë art dhe ka frymëzuar mijëra të rinj që ta ndjekin zemrën e tyre. Ky burr jetoi me moton, sillu sikur nuk ke asgjë për të humbur, dhe fitoi gjithçka që ka vërtet vlerë. 4. Ti nuk je puna jote, lidhja jote, pozita jote. Kur fillon të identifikohesh me rolet e jashtme, unë jam avokat, unë jam partneri i saj, unë jam i pasur, bëhesh skllav i frikës së humbjes së atyre roleve. Por kur e ndan veten nga rolet, e kupton, ti je më shumë se sa çdo etiketë. Je shpirt. Je vetdije. Je potencial i pafund, dhe ky kuptim të jep një forcë që nuk e mposht askush. Sepse nëse të marrin gjithçka, ti mbetesh akoma ti. 5. Dështimi nuk është armiku, por trajneri. Një arsye tjetër pse njerëzit nuk guxojnë, është sepse kanë frikë të dështojnë. Por a e ke vënë re që të gjithë njerëzit që kanë arritur madhështinë, kanë kaluar përmes dështimit? Thomas Edison bëri 1.000 eksperimente para se të krijonte llambën. Oprah u pushua nga puna sepse nuk ishte e përshtatshme për TV. Michael Jordan humbi qindra gjuajtje të rëndësishme. Ata e dinin, dështimi nuk është fundi. Është pjesë e rrugës. 6. Së të sillen njerëzit që s'kan frikë të humbin, ata nuk janë të varur nga pëlqimi i të tjerëve, ata e thonë të vërtetën, edhe kur është e vështirë, ata nuk e lën veten në marrëdhënie toksike, ata e ndjekin thirrjen e brendshme, jo presionin social, ata nuk presin momentin e duhur. E krijojnë vetë momentin. 7. Paradoksi i jetës, fiton kur je gati të humbësh. Ky është sekreti. Vetëm kur nuk je i fiksuar pas fitores, ti fiton, sepse mendja jote është e lirë. Veprimet e tua janë autentike dhe universi shpërblen guximin, shpërblen të vërtetët. Shpërblen ata që jetojnë me pasion, jo me frikë. 8. Një sfidë për të. Jeto një javë së i të lirë, provoje për 7 ditë, thuaj atë që ndjen, ndërmerr një hap që e ke shtyr prej kohësh, vendos një kufi aty ku ke heshtur gjithmonë, fillon një projekt personal, pa pritje perfekte. Vëzhgo çfarë ndodh. Ti nuk humb, ti rilind. 9. Përfundimi, ti je në kontroll, mos lejo që jeta jote të jetë një seri kompromisesh me frikën. Jetën e bukur nuk e ndërton ai që ka më shumë para, më shumë ndjekës, apo më shumë siguri. E ndërton ai që guxon të ndjek rrugën e vet, edhe nëse të tjerët nuk e kuptojnë. E ndërton ai që sillet sikur nuk ka asgjë për të humbur, sepse ai e di që ka gjithçka për të fituar. Fituesi nuk ka justifikime, një udhëtim motivues për ata që duan të rriten, të kapërcejnë pengesat dhe të bëhen versioni më i mirë i vetvetes. Në këtë jetë, askush nuk është i përjashtuar nga vështirësitë. Çdo individ i cili ka synuar një qëllim të madh, ka kaluar përmes momentesh të pasigurisë, vështirësive dhe pasigurisë. Megjithatë, ajo që i dallon ata që arrin suksesin nga ata që thjesht ndalen në rrugë, është një koncept i thjeshtë, por tërësisht i fuqishëm: justifikimet. Fituesi nuk i pranon ato. Ai i largon ato. Ai nuk arsyetohet për dështimet, por kërkon mënyra për t'i kaluar ato. Ai e kupton se çdo pengesë është një mundësi për të mësuar dhe rritur. 1. Justifikimet janë armiku më i madh i suksesit. Kjo është një e vërtetë që duhet të kuptoni në mënyrë të thellë. Kur një individ fillon të gjejë justifikime, ai e humbet drejtimin. Justifikimet tërheqin vëmendjen nga qëllimi dhe fokusohen vetëm tek arsyeja e dështimit. Nuk kam kohë, nuk kam burime, jam shumë i ngarkuar, dhe nuk mundem, janë të gjitha justifikime që na mbajnë të bllokuar në një vend të vetë përmbushur.
Fituesi ka një mindset të ndryshëm, unë mundem dhe do të bëj gjithçka që është e mundur për ta arritur. 2. Fokusohu në veprime, jo në arsyetimet, ndërsa arsyetimet e vonojnë progresin dhe shpesh çojnë në ndalje të padëshiruara. Veprimet janë ajo që krijojnë ndryshim. Asnjëherë mos lejoni që të gjitha rrethanat të kontrollojnë rezultatet tuaja. Sa herë që ballafaqoheni me një pengesë, në vend që të bëni justifikime, kërkoni mundësi për të avancuar. Çdo veprim që ndërmerrni afron një hap më shumë drejt suksesit. Për shembull, nëse nuk keni mjaftueshëm kohë, mund të planifikoni orarin tuaj më mirë dhe të angazhoheni në veprime më të fokusuara. Nëse nuk keni burime, mund të kërkoni mundësi financimi, mund të kërkoni mbështetje nga mentor ose mund të përdorni aftësitë tuaja për të krijuar mundësi të reja. 3. Suksesi nuk është i rastësishëm, është një zakon. Njerëzit që arrijnë suksesin nuk janë më të zgjuar ose më fatlum. Ata janë ata që kanë një rutinë të fortë dhe janë të disiplinuar në veprimet e tyre. Ata e dinë se suksesin nuk e merr vetëm një moment i frymëzimit të madh, por është një proces i vazhdueshëm. Ata zgjedhin çdo ditë të përmirësohen dhe të investojnë në vetvete. Çdo veprim, çdo zakon i mirë që krijoni është një hap më afër qëllimit tuaj. Ju keni fuqinë të formoni jetën tuaj duke ndërtuar zakone të forta, duke u angazhuar me njerëz që ju mbështesin dhe duke qëndruar të qëndrueshëm përpara pengesave që mund të dalin. 4. Fytyra e suksesit është dështimi dhe rritja. Për të qenë fitues, duhet të pranoni se nuk do të arrini gjithmonë. Dështimi është pjesë e procesit. Dështimi nuk është fundi i udhëtimit, është një mundësi për të mësuar dhe për të rritur. Shumë herë, sukseset më të mëdha janë pasuar nga dështime të forta. Çelësi është që të mos i lejoni këto dështime t'ju ndalin. Ndoshta projekti juaj nuk ka shkuar siç keni menduar, por ky është një moment për të nxjerrë mësime të reja. Çdo dështim është një mundësi për të përmirësuar aftësitë dhe njohuritë tuaja. Çdo gabim është një hap përpara në drejtim të suksesit. 5. Bëni ndryshime të vogla çdo ditë. Një nga mënyrat për të arritur suksesin është të bëni përparim të vogël çdo ditë. Fituesit e dinë se suksesi nuk vjen përmes një ndryshimi të madh të papritur. Ai vjen nga një angazhim i vazhdueshëm dhe rritje e qëndrueshme. Kjo është ajo që do të ndihmojë të ndërtoni një karakter të fortë. Çdo ditë mund të bëni diçka të vogël që ju afron më shumë drejt qëllimit tuaj. Mund të jetë një orë më shumë punë, një zakon i ri që ju merr vetëm 10 minuta, ose një vendim për të ndryshuar mënyrën e të menduarit tuaj. Këto ndryshime të vogla grumbullohen dhe krijojnë një efekt të madh me kalimin e kohës. 6. Mendimi i fortë dhe pozitiv. Shpikni mendimin tuaj të mundshëm. Një tjetër element kyç i suksesit është besimi në vetvete dhe fuqia e mendimit. Fituesi është ai që e di se ka kontroll mbi jetën e tij dhe që mund të përballojë çdo situatë. Shpesh, ajo që na ndalon nuk janë rrethanat, por mendimet dhe ndjenjat tona të dyshimit. Nëse mendoni që nuk mundeni, atëherë me siguri nuk mundeni. Por, nëse besoni se mund të arrini qëllimet tuaja, do të krijoni një mundësi për suksesin. Kjo kërkon një mendje të fortë, një qëndresë të brendshme dhe një angazhim të palkundur për të vazhduar përpara, edhe kur rruga bëhet e vështirë. 7. Përballuni me frikën dhe pasigurinë. Frika është një nga armiqtë më të mëdhenj të suksesit. Fituesit nuk janë ata që nuk kanë frikë, ata janë ata që e pranojnë frikën dhe e përdorin si mundësi për të rritur veten. Ndaj, një nga aftësitë që duhet të zhvilloni është të bëni atë që keni frikë. Kjo mund të jetë një folje publike, një bisedë e vështirë, ose marrja e një rreziku të llogaritur në jetën tuaj profesionale. Kur të bëni ato hapa që keni frikë t'i bëni, do të rriteni dhe do të çliroheni nga kufizimet që ju kanë mbajtur peng. 8. Rrethoni veten me ata që besojnë tek ju. Një nga mundësitë më të mëdha për të rritur suksesin tuaj është të krijoni një rreth mbështetjeje. Fituesit nuk janë të vetmuar, ata kanë një rrjet mbështetës që beson tek ata dhe që i ndihmon të kalojnë përmes vështirësive. Kjo mund të përfshijë mentor, miq, koleg apo edhe familje.
Këta njerëz ju japin forcë kur ndiheni të lodhur dhe ju ndihmojnë të mos humbni drejtimin kur gjithçka duket se po shkon keq. 9. Qëndroni të palëkundur në qëllimet tuaja. Një fitues është ai që qëndron i palëkundur në besimin e tij dhe në qëllimet e tij, pa marrë parasysh sfidat që mund të dalin gjatë rrugës. Kur qëllimet janë të qarta dhe të forta, ju do të keni motivimin dhe energjinë e duhur për të vazhduar, pavarësisht pengesave që mund të shfaqen. Kjo është ajo që i ndihmon fituesit të kalojnë përmes çdo rrethane dhe të arrijnë suksesin që dëshirojnë. Në fund, për të qenë fitues, duhet të largoni çdo justifikim nga jeta juaj. Kjo është një nga veprimet më të fuqishme që mund të ndërmerrni për të krijuar një jetë të suksesshme. Nëse kërkoni të bëni më të mirën për veten tuaj, atëherë duhet të besoni në fuqinë tuaj dhe të veproni pa justifikime. Arritja e qëllimeve tuaja është në duart të tuaja dhe çdo ditë